Sot do të prezantojmë Kids Day, një aplikacion i krijuar enkas për fëmijë që synon të ofrojë siguri për ta dhe qetësi për prindërit. Një mjet i thjesht, i zgjuar, i dobishëm për të ndjekur aktivitetet ditore të fëmijës, për të komunikuar në mënyrë të kontrolluar. Ne jemi në studion e programit Familja 7 me Brikena Krasniqi, bashkëthemeluese platformës Kids Day. Gjithashtu trajnuese dhe një profesioniste me mbi 20 vite përvojë në fushën e arsimit, e njohur për kontributin e saj të veçantë në edukimin dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Mirë se na erdhe sërish në studio Brikena. Shumë faleminderit, gjithmonë është kënaqësi të rikthehem në studion e juaj. Shumë faleminderit. Faleminderit, është kaq bekim të kemi këtë mbrëmje në program. Tani do të flasim për Kids Day. Asnjëherë nuk e kisha dëgjuar këtë platformë, e cila duket shumë unike, ka nisur përdorim pothuajse të gjerë në Kosovë, po do ishte interes të dim edhe këtej të Shqipërisë për të. Çfarë është Kids Day? Po, patjetër, Kids Day ka një histori shumë të veçantë. Ka qenë një ide imja gjatë kohës së pandemisë, kur i kishim gjitha këto telashet në komunikim me prindër, për shkak se kërkohet që të mbahej distanca. Na tani e dim që nëpër kopshte kërkohet tek dera që japim disa informacione prindërve si ka qenë dita fëmijëve, sa janë ushqyer dhe gjëra të tilla. Mirë, po gjatë pandemisë, duke ruajtur distancën, ishte e pamundën të japim këto informacione dhe në kërkim të një platforme, një mundësie që t'i heqi gjitha ato rrjetet sociale, Viber, WhatsApp, kaq shumë mundësi, që u bë kaq e komplikuar. Unë kërkova nga prindërit që i kishim aty një zgjidhje në këtë aspekt. Edhe ai tha le të provojmë të bëjmë diçka, një platformë online, dhe kështu lindi ideja e Kids Day. Kids Day është një platformë që ndihmon shumë institucionet parashkollore, kopshtet të moshave 0 deri në 6 vjet. Këtë platformë kemi zhvilluar shumë, ku ndihmon administrimin e kopshtit nga administrator kurdo që është aty, gjithashtu ndihmon edukatorët për me mbajt shënim dhe raportim ndaj prindërve që sjellin fëmijët në atë kopsht. Ndërsa për prindërit gjithmonë është më së miri ata marrin informacion në kohë reale gjatë ditës se çfarë po bën fëmia, çfarë aktiviteti ka bërë gjatë ditës. Dhe e bukura e kësaj është që e lehtëson shumë punën e një edukatorës. Po, besoj që platforma është lehtësisht e aksesueshme nga prindërit, por edhe për edukatorët, sepse duket si angari, okay, unë do të futem e do t'jap disa të dhëna, kupton? Po, platformën më së pari duhet të marrë institucioni, duhet vendos aty të gjitha informacionet bazë të institucionit përkatës, kurdo që e merr në shfrytëzim. Pastaj, edukatorja ka shumë të lehtë, me një username edhe me një password kyçet, dhe e shef vetëm klasën e vet. I shef vetëm fëmijët që i ka brenda në klasë, të cilat paraprakisht janë vendosur në sistem nga institucioni. Dhe krejt çka i duhet edukatorës është të klikoj, është me pamje shumë të thjeshta dhe t'jap raportim. Për shembull, në qoftë se në mëngjes, derisa fëmijët po ushqehen me mëngjesin, dhe edukatorja është aty në mesin e fëmijëve, në telefonin e saj apo në një iPad që e siguron institucioni, hap klasën e vet, ka me fotografi listën e fëmijëve që ka në klasë dhe shef pjatat dhe klikon. Këta janë ushqyer sot për mëngjes. Në atë moment shkon një mesazh tek prindërit, të cilët e kanë aplikacion në telefonin e tyre, hapet aplikacioni dhe vjen aty një mesazh që fëmia sot është ushqyer me mëngjes në këtë orë. Mirë, po çfarë është? Njoftohet. Çfarë është ushqyer me mëngjes? Ajo është një informacion që paraprakisht është vendosur nga administrata. Dhe kështu që edukatorja për 30 sekonda jep prindërve një informacion që duhet të mbajnë mend gjithë ditën, deri në fund të ditës kur të takohet me prindin, të kujtoj për atë fëmijë çfarë është ushqyer dhe sa është ushqyer. Në vend se të mbajnë në mendjen e vet gjatë krejt ditës, derisa takohet me prindin përkatës, ajo mund ta bëjë në atë moment aty për aty dhe shkarkohet nga kjo informacion në kokën e vet dhe është e lirë për pjesën tjetër të ditës. Edhe prindi është i qetë dhe i lumtur që fëmia ka ngrënë. Prindërit janë shumë të lumtur, sidomos në kohë reale, të marrë informacion. Kemi bërë disa intervista dhe me prindër të ndryshëm, do thotë je duke punuar, je në mesin e punës dhe ke lënë fëmijën duke qarë, dhe vjen një informacion që fëmia është i lumtur. Mësuesja kur ka pa që ka ndryshuar disponimi i fëmijët, hap aplikacionin, zgjedh ëmbla dhe ëmbla tani është e lumtur. Me një klikim
prindi e merr që ai tani më nuk është duke qajtur, edhe prindi relaksohet nga ai stresi që e lash fëmijën duke qajtur në kopsht, është adaptuar, si po kalon tani, kështu që ndihmon edukatorën të jap informacionet, pa pas nevojë komunikimin direkt me prindin, gjithashtu ndihmon prindin të marrë informacionin që fëmia e tij është mirë në ato momente, se çfarë po ndodh, edhe besoj që të dy palët do të jenë të lumtur. Po më së shumti nga eksperienca juaj, çfarë i komunikohet prindit? Pra, ushqimi? Po, fjetja, pastaj është pjesa e daljes në natyrë, aktiviteti, që është pjesa kryesore, dhe tualetet, për shembull për grup moshën, që fëmia është duke hequr pampersin dhe tash po bën trajnimin që të shkoj vetë në tualet. Aty pastaj mund të bëj me klikime, gjatë procesin që ka pasur aksidente gjatë ditës apo të tilla. Mirë, po të gjitha këto features që i thojnë në gjuhën e teknologjisë, mund të përdoren ose mos të përdoren varësisht në qoftë se ka ndodhur gjatë ditës, por ka shumë. Ndërsa nga ana e administratës së kopshtit, ka edhe mirëmbajtja e financave apo më saktë dërgimi i faturave tek prindërit për pagesë dhe çdo kohë jemi duke sjellë risi të reja që do të lehtësoj edhe më shumë punën. Po, pra ka njoftime të ndryshme edhe për fëmijët, sigurisht që kujton edhe ditëlindjen e fëmijës besoj për një organizim në kopsht. Po, gjithashtu për edukatorët, ato do të kenë si një plan ditor ku do të kenë në qoftë se ka ndonjë event që do të ndodhë edhe që është vendosur nga administrata, e merr sikur edukatorja gjithashtu edhe prindi si informacion, mund të bëhen planifikimi i takimeve individuale me prindër nëpërmes kalendarit që kemi brenda aplikacionit dhe për çdo ditë merr një përkujtim të ditëlindjes së fëmijës. Unë e di që në fizikisht e ka nëpër klasa, mirë po nganjëherë është ajo drojtja mos e harrova ishte nesër apo pas nesër, kështu që në aplikacionin ki të gatshëm çdo ditë sa herë hap aplikacionin ki të gjitha shënimet aty. Po, një kujtesë edhe për ditëlindje. Për cilat institucione, pra ky aplikacion mund të përdoret edhe për çerdhe, edhe për kopshte? Po, ky është për të gjitha moshat 0 deri në 6 vjet. Është i përshtatshëm për këtë grup mosh, por tani në Kosovë kanë filluar ta përdorin edhe kampet verore, që raportojnë për fëmijët që kanë gjatë kampit veror, është i përshtatshëm edhe për grup moshat e ulta të shkollës fillore, klasa parë, dytë, mund të përdoret gjithashtu. Normalisht hiqet gjumi, hiqen disa gjëra, se ato mund edhe t'i fshihësh si features që ekzistojnë aty dhe të përdorësh ato që janë të përshtatshme për institucionin cili do që e merr. Kështu që është i përdorshëm për shumë variante të ndryshme. Po, ndoshta edhe për grupime të ndryshme që bëjnë kurse të ndryshme dhe duhet që ta zhonojnë prindërit me ecurinë e fëmijës. Po, ka shumë mundësi, sidomos edhe për kurset e këto, tani së shpejti do të lansojmë edhe një pjesë tjetër ku krijimi i aktiviteteve nëpërmes teknologjisë artificiale, që pastaj edhe këto kurset e këto mund ta përdorin, pse jo, për krijimin e kurikulave tyne dhe ato çfarë do të bëjmë me fëmijët. Po, më trego pak Brikena se ishte lançimi për herë të parë i kësaj platforme në Kosovë dhe se ishte ai testi i parë dhe ku doli me sukses fillimisht? Po, me qenë se unë isha duke udhëhequr një institucion parashkollor që quhet Shega, që kemi plan, domethënë, do të hapim edhe tani. Në këtë institucion ishte vendi ku ne bëm të gjitha provat në bazë të kërkesave, nevojave që kishim si institucion, për krakse kemi bërë edhe përpilimin e krejt platformës. Kështu që Shega ishte ai institucioni i parë që në bashkëpunim me Kids Day e ka zhvilluar. Mirë po tani që 2 vite e gjysmë, gati 3 vite, unë jam pjesë e Kids Day, ku mbuloj pjesën e plan programeve dhe këtyne aktiviteteve të ndryshme si edhe vlerësimeve të fëmijëve. Është shumë e veçantë se secili institucion, varësisht çfarë kurikule përdor, mund të shkarkoj atë lloj metodologjie brenda aplikacionit. Kështu që ka shumë gjëra që ofrojmë, ka një standard jashtëzakonshëm, edhe që besoj që do të jetë një ndihmë shumë e madhe. U prit mirë nga prindërit, pra si ishte ai reagimi i parë, qoftë nga prindërit por edhe edukatorët? Po, reagimi ka qenë më së miri nga prindërit, për shkak se ata janë shumë të lumtur të marrin një raport ditor dhe përveç kësaj të akumulojnë raportin që të shohin një vazhdimsi të zhvillimit të fëmijëve të tyre.
Pjesën që me më druajtje e kanë planuar kanë qenë edukatorët, edhe i kuptoj plotësisht, sepse një edukatore ka shumë ngarkesë ditore. Tani, të shkojmë dhe t'i thëmë do të hysh në aplikacion, do të bësh edhe ca raportime të tjera. Është me njëherë ajo druajtja, wow, edhe më shumë punë për mua, unë vetëm se kam shumë punë. Mirë po, kur e shofin se çfarë ofron dhe sa shumë ja u lehtëson punën, sidomos ka kursyer një orë kohë të edukatorës. Ato librat që duhet i marrin në shtëpi të plotësojnë ato auditarët e tyre fizik, ato eliminohen me njëherë për shkak se ti me ndihmën e teknologjisë artificiale do të krijosh plane ditore, javore, mujore dhe mbesin aty dhe i ke të gatshme për gjithë muajin. Dhe nuk ke nevojë të plotësosh cili fëmijë hyri, cili fëmijë doli, sepse të gjitha janë aty me klikime, të gjitha në kohë reale, dhe në momentin që ti del nga institucioni, ti je e lirë për ditën tënde dhe pa ngarkesë që të marrësh këto auditarë dhe të plotësosh në shtëpi. Po. Gjithashtu, pra, mund ta shkarkosh në telefon përmes App Store. Po, për prindërit, është online. Për prindërit mund të shkarkohet, ndërsa për edukatorët edhe për institucionet është ende web aplikacion, ku duhet hyjë nëpërmes web faqes. Jemi duke punu edhe në atë tim, gjitha kemi aplikacion për të gjithë, por momentalisht është në këtë fazë. Po, tani ky aplikacion, kjo platformë nuk vjen vetëm në gjuhën shqipe, pra si jeni me këtë pjesë, jeni duke investuar? E bukura është që është edhe në gjuhën shqipe, sepse ka aplikacione ndoshta, por janë në gjuhë të limituara, ndërsa Kids Day është në 7 gjuhë të ndryshme. Në 7 gjuhë deri tani. Po, këtu të Ballkanit dhe në gjuhën angleze, kështu që unë mendoj se kanë ndihmuar shumë kopshtet në Kosovë dhe Shqipëri, për ata që nuk njohin një gjuhë tjetër të kenë gjuhën e tyre. Por tani jemi edhe në Maqedoni, kështu që është e mundshme edhe në gjuhën maqedone, edhe për vendet e tjera të greke, gjuhë të tjera të Ballkanit që janë të nevojshme. Cilat janë synimet edhe planet tuaja, besoj për ta zgjeruar këtë platformë edhe në Shqipëri, pse jo në kopshte dhe në çerdhet private publike? Po, pikërisht ne jemi këtu sot në Tiranë që të promovojmë sa më shumë Kids Day, edhe që të gjithë ata që dojnë ta kenë pjesë të institucionit të tyre. Unë ju premtoj që në momentin që e aplikoni, do të ndjehen jashtëzakonisht shumë të ndihmuar, do të lehtësoj punën qoftë administratës, qoftë edukatorëve, edhe shpresojmë që çdo kopsht i Shqipërisë, mos them vetëm i Tiranës, po i Shqipërisë, të marrë këtë aplikacion, se me të vërtet do t'jetë një ndihmë e madhe. Po, gjithashtu Brikena është me interes të dim pak edhe për çmimin edhe për pagesën që të mos të tremben kur bëhet fjalë për të paguar për një aplikacion. Po, çmimi i aplikacionit është shumë i arsyeshëm. Nëse volumtohet tregu, do ta shohin të gjithë që ka një çmim shumë më të vogël se sa të tjera që janë në treg. Mirë po, për të bërë ma konkrete për të gjitha ata që dëshirojnë të dinë, mund të hyjnë edhe të shohin. Ka muaj falas, ka një çmim minimal prej 2 eurosh për një fëmijë brenda muajit. Mirë po dhe këto janë ndryshe varësisht nga sa fëmijë ka kopshti. Kopshtet, pastaj edhe ato me numër më të madh, e dim që kostoja rritet, edhe ne jemi aty për t'i mbështet edhe në forma të tjera sa i përket kësaj. Mirë po mendoj që çmimi është minimal. Pra çfarë ofron është shumë i vogël. Një prind për një fëmijë, për të marrë të dhënën korale, paguan vetëm 2 euro në muaj. Vetëm 2 euro në muaj. Që s'është asgjë. Me lekun ton shqiptar, as 2000 lek nuk i bie. Pikërisht, po ashtu është një shumë simbolike mendoj, për shkak se merr aq shumë informacion, ndihmon kopshtin aq shumë për të mbajtur vijshmërinë, për të pasur statistikat që i duhet. Mendoj që tani për tani është një çmim shumë i arsyeshëm. Edhe që ja vlen. Ja vlen, patjetër që ja vlen. Në çfarë mund të na thuash lidhur me këtë teknologji të zgjuar të mençur, do thoja që në fakt po përdoret nga prindërit dhe edukatorët për fëmijët. Po, anasjelltas, sa rëndësishme është Brikena që ne teknologjinë fëmijët ta përdorin në mënyrë të mençur gjithmonë në kontrollin e prindërve. Po, quhet teknologji e mençur, po ne si të rriturit, qoftë si prindër apo edhe në institucionet edukative, duhet të jemi më të mençur se vetë teknologjia dhe të dim ta përdorim atë dobishëm, që të jetë i dobishëm për nevojat tona. Në këtë rast Kids Day është një mundësi shumë e mirë, një teknologji e mençur që ndihmon si një mjet, ne e quajmë asistenti personal digital për secilin që e përdor.
Por në anën tjetër duhet kemi shumë kujdes me fëmijët që përdorin teknologji, sepse dim që ekspozimi i tepërt në rrjetet sociale, në YouTube apo në video të tjera që mund të jenë të dëmshme. Prindërit duhet të kenë kujdes që të më kontrollojnë se çfarë fëmijët ekspozohen, sepse ato janë aty gjithmonë për të marrë vëmendjen e fëmijëve në mënyrë të veçantë. Edhe duhet kemi kujdes që të jenë edukative, që të jenë ndërtuese, që të mos kenë këto tejkalimet dëmshme që një fëmijë mund t'i marrë. Kështu që sa më pak kohë më mirë, por e dim që t'i shmangin komplet është e pamundur, por të kemi të limituar, të kontrolluar, që do t'jetë në dobi dhe jo në dëm të fëmijëve. Po, çfarë mund na thuash pak me stafin, si është bashkëpunimi, si një bashkëthemeluese e Kids Day, ju keni edhe pjesën tjetër të stafit që i përshëndesim pamundësi për qenë këtu. Do doja të ndalesha pak edhe tek lançimi që keni bërë së fundmi i kësaj platforme në Tiranë, si u prit? Po, në Tiranë ishim me një seminar për të biseduar për djegjen emocionale dhe shpenzimin profesional të edukatorëve. Ka qenë një përvojë shumë e mirë të jemi në mesin e tyre dhe të dëgjojmë direkt nga edukatorët se çfarë ato kalojnë gjatë një dite dhe gjithë barrën që e marrin. E shohim të gjitha ato vështirësitë që i kanë edhe i kuptojmë. Prandaj edhe ne jemi këtu që të ndihmojmë, t'ju lehtësojmë punën. Shpresojmë që do të vim prap me evente të tilla edhe që bashku me bashkëthemeluesit e mi, që është Bardhi si bashkëthemeluesi edhe CEO i Kids Day, po gjithashtu edhe një developer që është Getoari, jemi ne treshja që erdhëm së bashku, jemi ulë dhe kemi vendosur që të kemi këtë platformë, patjetër kemi edhe mbështetje nga shumë të tjerë që e kanë bërë Kids Day të mundshëm të jetë për të gjitha trojet shqiptare, për gjithë botën, për këtë që do të me përdorë. Interesante se nuk isha dëgjuar për një platformë të tillë. Ne kemi në Shqipëri plot platforma për ushqimin, për vende, transport e tjerë, po për fëmijët, për të raportuar në korale se çfarë fëmia bën në kopshte e çerdhe, shumë interesante. Po, është një platformë që mbi të gjitha ajo ofron edhe shumë pjesë të tjera. Ju thatë edhe që ka përshëndetjen për të ushqyerit. Në platformën tonë, institucioni mundet me kriju menyn ditore dhe shumë shpejt nëpërmes inteligjencës artificiale, të gjitha vlerat ushqyese brenda menys mund të dihen saktësisht se çfarë është ushqyer fëmiu. Kjo është një ndihmë shumë e madhe, qoftë për kopshtin që të di se çfarë të shërbej, po gjithashtu edhe për prindërit që do të dinë se çfarë është ushqyer fëmiu tyre gjatë ditës, dhe kur të marrin në shtëpi, ne kemi këtë tendencën që të kërkojmë të ushqehet vetëm në kopsht. Por ideja është më shumë që prindi kur e merr fëmijën në shtëpi, do të ketë mundësi t'ia plotësoj ato çfarë ndoshta nuk ka arritur të ushqehet, ose për fëmijët nazeli që nuk duan të hanë disa gjëra, dhe pastaj prindi mund të gjejë në mënyrë të ushqejë ata për të qenë sa më të shëndetshëm. Që do të thotë se Kids Day gjithashtu po kontribon edhe në mirëqenjen fizike, shëndetësore, në rritjen e fëmijët, duke ofruar edhe këtë pjesë të menys dhe të ushqyerit. Pra në përfundim, si do ta cilësoje ose përshkruaje me 2-3 fjalë Kids Day? Kids Day ne kemi këtë sloganin që e quajmë asistenti yt digital. Ka këto 3 fjalë. Gjithë secila edukatore ka nevojë për një asistent. Kështu që Kids Day është asistenti i edukatorës. Dhe unë ju uroj shumë suksese Brikena ty edhe stafit të Kids Day. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të jemi në mesin e juaj. Faleminderit. Platforma Kids Day është një ndihmë e çmuar për çdo prind dhe institucion. Kujdesemi për fëmijët tanë duke zgjedhur çdo mjet të mundshëm dhe efikas për sigurinë e tyre, për qetësinë dhe lumturinë e çdo prindi. Një fëmijëri e mbrojtur është themeli një jete të shëndetshme. Ju uroj të kaloni një fundjavë të bukur.